Brian Gruda i ka mbyllur derën për momentin FSHFS, pasi ka shprehur sërish se nuk është interesuar për kalimin te Shqipëria. Gruda kërkon edhe 2 vite kohë. Zëvendëstrajneri i kombëtares, Ervin Bulku, dha detaje edhe për Nelson Viper, i cili sipas Bulkut as nuk pranon që të ketë bisedë miqësore aktualisht. Duke parë edhe nevojat që ne kemi në skuadër, normal që dera e ekipit kombëtar është gjithmonë e hapur për të gjithë ato që dëshirojnë të përfaqësojnë ekipin kombëtar. Por po të ndalemi në emrat konkret, si Brian Gruda, ne kemi qenë gjatë gjithë kohës. Ftesa e parë ju ka bërë shumë vite më parë, që kur ishte 15 vjeç, me ekipet kombëtare të moshave. Por ai ka vendosur që të përfaqësonte moshat e Gjermanisë. Jo më larg se dje kam pasur një komunikim, unë personalisht me to, bashkë me trajnerin. Dhe na ka komunikuar nga menaxheri i tij që Briani duhet ta lënë të qetë, dhe të paktën për 2 vite, ose edhe më shumë, sepse do që të përfaqësojë skuadrën përfaqësuese të Gjermanisë. Ne kemi bërë gjithçka, është organizuar e gjithë drejtoria teknike, dhe deri tek presidenti. Kemi kërkuar që të bëjmë një takim me to, por nuk na është mundësuar nga ana e lojtarit. Viper është e njëjta. Ndodhet për momentin në Shqipëri, është me pushime, sepse Shqipëria është e bukur, dhe është vendi i tyre. Ndodhet me pushime në Bregdetin e Jugut. Kemi komunikuar me të afërm të tij, kemi kërkuar që ta takojmë, bashkë me trajnerin. Na ka komunikuar që për momentin jam me pushime, dhe nuk mund të kemi një takim ose bisedë miqësore me Viperin. Por mos harrojmë që nuk është momenti i parë që komunikojmë, dhe kërkojmë të bëhen pjesë e Shqipërisë. Por Viper ka vendosur që europianin që do zhvillohet në vendin tonë, ta zhvillojë me kombëtaren e 21 vjeçarëve të Gjermanisë. U shpreh Bulku në emisionin në shtëpinë e futbollit.